gabimet të mëdha që po bën tash Partia Demokratike. Po qëse ju keni pas rastin të shifni një person që po mytet, unë e kam pas këtë rast, edhe kam shpëtu një djalë nga Monza, që e kishte marrë ai nga rada, është faktikisht e kishte marrë ai proj fuqishëm, për para dhe futët e hedhë në liqen aty ku kurjohej vorbulla, edhe thritën këto gratë e kooperativës, unë isha larg Sami edhe bashkë me një djalë tjetër nga Faruk të Monzës, u nisëm në me vrap atje, edhe ishte ai ku përpiqej aty që kapi me çdo fije bari dhe e merrte aty ke bregu i projt, ishte me balde dhe merrte ujë prap, erdhe me vrap aty, unë edhe ky djali nga Farukt, nuk e di se si qunin, për ka qenë çuni me aton Farukut, ka qenë më i vogël se unë, 3-4 vjeç, erdhëm aty, ky djali që po myte ishte çuni Landetas, bile shkujtën dhe nga gazeta Dratiku atëherë për këtë, sigur kisha po në kryevepër. Ne erdhëm aty me vrap, edhe shaf aty ishte, aty ku të përmyse u hodha unë, edhe i thash të djalit i morja një ata shatë që është ai që punonin këtë gratë pa murën, i thash të djalit nga Farukti, hidh atë shatin fort, që unë të mahem ke shati, ke dora e shatit, që mos marrë ujti mu, edhe të kap këtë djalin. Edhe ashtu shpëtove djalin unë. U bo si kur u bo dasme ma dhe bon dasëm atje më ftun mua ku të dio këtë gratë si kur kisha po në heroizëm. Aja është instikti njeriu gjithë të boj, s'presh punë se mytët vetë apo jo. Po kur kisha fjallën, kur njeriu është në mytje sipër, kapët mos çdo fije bari, edhe bën gabime akoma dhe më kolosale, akoma dhe më trashanike. Po qëse ju i keni ndjek, më duket një flamur noka, mos është ky që është i përfshime këtë korrupsionin e 6 milion dollarëve këtu në Amerikë, po ky flamur noka ka dalë një konferencë shtypi që e pa shumë në Sydney, edhe ka akuzu, nuk ka thonë që votot janë vjellë. Këtë nuk e ka thonë, se s'ka prova, edhe si duket votot janë botë rregullta, por ka thonë që votot janë ble me pare nga Partia Socialiste. Shikoni kërë nga bimet këto. Pra, simpatizantët e tuj janë shit. Ti ke prova që ata që ty duhet japin votët, se ata nuk kanë ble simpatizantët e vetë. Partia Socialiste nuk mblen me pare njerëzit e vetë. Njerëzit e vetë, njerëzit e Partisë Socialiste në Shqipëri, jo votën jam gati të japin, po edhe gratë, se s'du të shkoj më lartë them që edhe fëmijët e vetë, po edhe gratë, ju a japin e diramës e Partisë Socialiste, nuk ke nevojë të bleshti simpatizantët e Partisë Socialiste me pare. Ti nëse blen për krasit e PD-s. Pra në radhë parë gjojeni me kujdes. A i duket sikur thotë që Edi dhe Partia Socialiste kanë ble votot jashtë kutive të votimit, është vështirë të kesh fakte, fjalët e tuaja nuk janë mjaft. Por që të dëshmosh këta, do të nxjerrësh kolaborator, bashkëpunus, do të nxjerrësh njerëzit e tuj, simpatizantët e tuj, sa ato janë ble, ato i kanë shit. Dënohet edhe ai që shkon me kurvën, nëse nuk lejohet prostitucioni, po edhe kurva që paguhet, dënohet. Pra në këtë rast do dënohet, nëse ke fakte, edhe ai që ka paguajt, po edhe ai që shet votën, edhe ai dënohet. Se është korrupsion, është bashkëpunëtor me korrupsionistin. Pra, jo vetëm unë që paguaj lekët, ky është korrupsionin që ti mund kap. Matë që unë përpaguaj paret, por ai si ka marrë, ai simpatizanti jot. Por do të dënohet edhe simpatizanti jot nëse ti ka prova që i ka marrë. Pra në radhë parë, ti do hedhesh në gjyq votuesit, atë gjoja simpatizantët e tuj,
që kanë shit votën. Pra kanë bo një korupcion, bashkëpunëtor me korupcionin atë njerëzit e tuaj. Është shumë e vështirë në këto. Po shif tash, ignoranca nuk ka kufi. Për ata që njohin avokatorin, do të them diçka. Këto tash po përgatiten që kur të vijë se vinë këto të Evropës, ka një takim, do vinë për votet, o këtë dion, kur ato të vinë nga Evropa, thot Noka dhe thonë këto idiotët e Partisë Demokratike, që habitem se si kanë morë edhe 51% 51 vota me këtë lloj ignorancë, poshtërsie dhe smirliku smir. Smir nga anglisht e vin nga fjalat smir e shqipës, se kanë smir do të thonë për buz, më të përqesh, më të përtall, smir në anglisht. Po vika nga fjala shqipe të smir, me pas likësi. Pra, këto tregon një smirlik. Shiko tash, këto thonë që kur të vinë ato të Evropës, ne do të ngrihemi në protesta, jo se na janë vjedh votat, por se votat janë blej. Pra simpatizantët e tonë e kanë shit votën. Gjojnë e tash. Tash nuk po ankohen kundër shqiptarëve në Shqipëri, nuk po ankohen kundër PS-s në Shqipëri, por tek forcat evropiane. Kjo vëllezër e motra është për ata që njohin pak avokatorin. Ke hedhin gjyq dika, edhe në gjyq vjen edhe thu, për shembull Berisha hedh Ramën. Në gjyq edhe thotë ti, i thotë gjyqtarit, Rama ka 10 votat, Rama ka ardhur në këtë demokratët e mi, edhe i ka dhënë para demokratëve të mi, dhe demokratët e mi kanë shit votën. Ja shumë e ulët, ja shumë e poshtë, po akuzon demokratët e tuaj, po s'ka gjë. Gjyqi tash e hedh poshtë këtë. E se mi jep drejtën Ramës. Tash shkon në gjyqin e apelit. Kur shkon në gjyqin e apelit, ndryshon tavolinat. Nuk është më kundër Ramës, duket që është. Tash është kundër gjykatës së poshtme. Se kur shkon në gjyqin e apelit, nuk shkon më që Rama i ka vjedh. Natyrisht që ky është ajo mrapa skena pse shkon. Po shkon se gjykata poshtë, i thotë gjykatës sipër, gjykata e Durrësit, i thotë gjykatës lart, nuk më ka dhënë më drejtën, ka bë gabim. Pra tash e kthe luftën nga Rama, që më ka vjedh, e kthe tash ke gjykata. Kjo gjykatë, se lufta në apel bëhet me gjykatën, nuk bëhet më me Ramën. Kjo gjykatë e vogël nuk e njeh ligjin, nuk i ka nuk i ka pa faktat në rregull. Tash çfarë po bën këto? Nuk do kundërshtojnë në qeverinë shqiptare, të gjykatat shqiptare, ke spaku, por do presin Evropa më dalin dhe thonë ankesës i të gjyqit lart. E çfarë do të thonë? Do të thonë që simpatizantët e mi kanë shit votën. Po ti çfarë do të ngrehesh më idiot në protest? Pra, shifeni me kujdes. Do ngrej ato simpatizantët e vet që e kanë shit votën, se ti thua ata shitën të mit, por ne fitoj. Do ngrej ata që e kanë shit votën, të thonë Evropës që na kanë blej votën. Pra do ngrehet kurva, edhe të thotë që po bëhet prostitucion, mos i ka marrë lekët, ka bërë prostitutën. Se ti do më ngrejt popullin tat, simpatizantët e tuaj që e kanë shit votën, se të thua kanë shit e kanë blej. Që më thonë atyre që ka blej di votën, jepi hall, se ju nuk e shifikoni mirë me kujdes këto. Edhe njerë shikoni se sa ignorant, çfarë idiotësie keni ju të Partisë Demokratike atje, që jo 51, o populli imi thjesht demokrat, se unë të quj popull demokrat, edhe ju që keni votu për Ramën, edhe ju që keni votu për Sali Berishën, edhe ju që jeni përgjëru e jeni torturu kampeve të komunizmit, edhe ju që i keni torturu, ata sot jeni demokrat, është demokraci, i jepni votën, votoni për e këtë të doni ju, për këtë ju do kokra qefit juve, por shifeni se sa idiot, do ngrej në protesta Partia Demokratike, simpatizantët e vet, të protestojnë që neve Edi ka blej votet, pra ka blej votet të tonë, ne i kemi shit. Po si të dalësh ti më klysh kurve në protest, e të thush, o Evropë, unë kam shit votet, po hajde me këtha se Edi ka blej, kur ti e ke shit.
Se që të ketë ble votën, Edi ka ble votën e demokratit tatë, mor idiot, mor psikopat. Mor që janë këto njerës që mojnë 50 karike në parlament, si janë politikan këto idiot, që do i thonë popullit të qohemi në protest, se Edi nuk ka fitu për ka ble votët, pra ju që keni shqit ngrenin protestën a i blen. Kurvët, që dalin e shqitën semafor, dalin të shqitë dhe bëjnë proteste se ka prostitucion. Kjo për mund kalon çdo lloj logjike njerëzore. Unë nuk mund ta shpjegoj se ku ka përfundu kjo partia demokratike me këto rrugeqër, me këto harbut, duke fillu që nga i kupolës e deri poshtë. Por mes tyre ka njerëz të mrekullueshëm që po digjen, sepse i kanë varë shpresën që kjo rrugaqëri që quhet Partia Sami Gjoka ju përshëndet. Edhe jam tepër i zhgënjym. Jo 50, po këto s'pasin dëshmor as një vot këto klysh kurvësh me këto që bëjnë. Që dalim ne kurvët që kemi shqit votën, të bëjmë protestjen, është ble vota, ka ble Edi. Ti pra e ke shqit mërë qenë, mërë shkërdat, më falni për shprejen, Sami Gjoka, ju përshëndet.